Është bërë një javë që kur Halil Behluli bashkë me punëtorë të tjerë të kompanisë rajonale të mbeturinave pastrimi përdit qëndron për orë të tëra para objektit të komunës së Prishtinës në kuadër të grevës së nisur për shlyerjen e borxhit prej 2.7 milion eurosh. Ai thotë se kështu do të vazhdoj të bëj edhe ditëve në vijim, teksa shtoi se pret që komuna e Prishtinës të bëjë zgjidhje edhe kërkesave për nënshkrim të kontratës bazike, ndërprerjen e kontratave me operatorë të tjerë privat dhe respektimin e dinjitetit të punëtorëve. Ku nuk po mujmi me operu për shkak mjeteve që komuna nuk i ka aloku kompaninë pastrimi. Edhe kemi ardhur deri te një mungesë derivateve fillimisht dhe për këtë arsye na jemi të mujt me operue edhe si pasojë e këtij kësaj në të ardhmen e shohëm edhe mungesën e pagave dhe kjo na shqetëson edhe më shumë. Ardian Krasniqi, kryetari i njërës prej 2 sindikatave të punëtorëve të ndërmarrjes pastrimi, ka paralajmëruar se pa përmbushjen e kërkesave, presioni sindikal nuk do të ndalet. Kryesorja është pagesa e shërbimit 5 mujor, ku kemi shërby pa tyra, sepse na është dëmtuar thirrja nga ana komunës që mos paguni, e këto mosmarrëveshje na kanë prur deri në këtë gjendje. Dhe kontrata shumë e rëndësishme. Operatorët privat, statusi KRM-s, çka do të ndodhë ku, çka do të punojnë ta punëtorët. Që nga 14 maji ndërmarrja pastrimi e pati ndërprerë mbledhjen e mbeturinave në kryeqytet me justifikimin se komuna e Prishtinës nuk ja ka shlyer borxhin prej 2.7 milion eurosh. Në komunën e Prishtinës kanë mohuar se i kanë borxh pastrimit, teksa e kanë akuzuar ndërmarrjen për sabotim.